Të nderuar qytetarë të Republikës Kosovës, të nderuar deputet të Kuvendit, të nderuar anëtar të Kabinetit të ri qeveritar, të nderuar ambasador dhe anëtar të korit diplomatik, familje të dëshmorëve të kombit, zonja dhe zotëri, i nderuari kryetar i Kuvendit të Republikës, zotëri Dim Albasha, nën kryetare Albulena Haxhiu, ju falemnderit të gjithëve për praninë tuaj dhe për përkushtimin që dëshmoni sot ndaj shtetit tonë. Sot mbi 6 muaj që prej thirrjes së seancës konstituive me 15 prill, më në fund kemi kuvend të konstituar dhe kemi arritur në pikën e formimit të qeverisë si materializim i rezultatit të zgjedhjeve të 9 shkurtit si vjet. Kjo është një vonese pa precedent në historinë e Republikës, ku 5 nga këta 6 muaj deputetët ishin duke pritur gjykatën kushtetuese. Kjo vonesë ka ndikuar në mbarvajtjen e punëve shtetërore, janë vonuar marrëveshjet ndërkombëtare, plani i rritjes me Bashkimin Evropian, proceset e reformave dhe është lënduar besueshmëria e shtetit tonë para partnerëve tonë ndërkombëtar. Në këto 6 muaj, përpjekjet për ndërtimin e një shumice qeverisëse nuk dhanë rezultat. Përkundër tentimeve tona të disa hershme e shtërruese. Asnjëra nga partitë parlamentare, të cilave u bëm ftesë, nuk ka pranuar të hyjë në marrëveshje për bashkëqeverisje, megjithse vota e qytetarit kësaj radhe kishte përcaktuar që duhej të kishte një koalicion qeverisë. Po të pranohej oferta jonë për bashkëpunim, sot do të kishim mundësinë të jepnim vendit edhe qeverinë e re të koalicionit, por do të kishim edhe numrat e nevojshëm për të tejkaluar sfidën e zgjedhjes së presidentit, sfidë kjo e cila na pret pas 4 muajsh. Sidoqoftë, si pasojë e mosgatishmërisë nga partitë tjera parlamentare që të marrin përgjegjësinë që u ka deleguar qytetari me votë, sot ndodhemi përpara një situate ku qeveria e re propozohet për votim jo si produkt i një koalicioni politik, por si një akt i shërbimit ndaj vendit. Ky votim sot nuk është thjesht formalitet politik, por përgjegjësi shtetërore. Pa votimin e qeverisë së re, Republika rrezikon të shkojë në zgjedhje të reja, pa shumë institucione funksionale dhe pa buxhet të miratuar për vitin arshëm. Kjo do të nënkuptonte rrezikim të pagave për shërbyesit publik, pensioneve, shtesave për fëmijë, asistencës sociale, furnizimit me barna, funksionimin e organeve të rendit dhe të sigurisë, por edhe të shumë projekteve kapitale që janë në proces e sipër. Një vend pa buxhet është një vend që nuk mund të ecë përpara. Në mungesë të një kuvendi funksional, gjatë këtyre muajve janë edhe 33 agjenci dhe institucionet pavarura shtetërore që kanë mbetur pa mbikëqyrje institucionale. Kjo ka krijuar vakum drejtues, vonesa në vendimmarrje dhe rrezik në zbatimin e politikave publike. Ngjajshëm çdo ditë pa qeveri me kompetenca të plota është një ditë humbje për zhvillimin, për qytetarin dhe për shtetin. Për më tepër, përderisa nuk votohet qeveria e re, kjo nënkupton zgjatje e mandatit të qeverisë në detyrë. Pra qeveri do të ketë, vetëm se deputetët e kanë të pamundur ta mbikëqyrin dhe të kërkojnë llogari nga një qeveri në detyrë, të cilën nuk e kanë votuar si legjislaturë e re. Sot nuk jemi këtu për të ndarë pushtet, megjithse kemi pasur ofertë sinqertë për partitë tjera për bashkëqeverisje, por jemi këtu për ta vënë pushtetin në shërbim të qytetarëve pa dallim dhe të Republikës sonë të përbashkët. Prandaj, ftoj secilin deputet kuvendit që sot kur qeveria të hidhet në votim, të votoj jo thjesht për interes partijak, por për interesin publik e shtetëror që të japim vendit qeverinë e re të prodhuar nga rezultati zgjedhor i 9 shkurtit dhe të mundsojmë institucioneve vijimësi duke votuar buxhetin e vitit arshëm. Me të marrë besimin tuaj të nderuar deputet, 5 vendimet e para që do t'i marrim si qeveri që në javën e parë do të jenë: miratimi i projekt ligjit buxhetit për vitin 2026,
vendimi për caktimin e pensionit minimal në vlerë prej 150 euro që prek rreth 200.000 pensionist, vendimi për rritjen e shtesave për fëmijë me 50% mbi nivelin aktual që prek rreth 400.000 fëmijë, vendimi për rritjen e pagës minimale në 500 euro që prek një pjesë të madhe të punëtorëve në sektorin privat, gjithashtu prek edhe të rinj që janë angazhuar përmes platformës Superpuna, si dhe gratë lehona të cilat përfitojnë nga shtesat, dhe miratimi i ndryshimit të plotësimit të ligjit që mundson heqjen e kufizimit të punësimit në sektorin privat për veteranët e ushtrisë shqiptare të Kosovës që janë përfitues të benefitit të veteranit. Janë edhe një sër marrëveshjes ndërkombëtare që janë pritje, përfshirë edhe planin e rritjes Bashkimit Evropian, e që do të jenë prioriteti ynë si qeveri që t'i sjellim sa më parë në kuvend dhe shpresoj që edhe ju, deputet të nderuar, do të keni vullnetin që t'i mbështesni me votën tuaj. 4 vitet e fundit kemi ndërtuar me krejt çfarë kemi ditur e mundur themelet e një Kosove më të drejtë, më të fortë dhe më gjithëpërfshirëse. Kemi pasur rritjen ekonomike më të lartë në rajon përkundër sfidave globale, me një rritje mesatare prej 6% duke mos rënë asnjë vit nën 4%. Sfidën e inflacionit që ka goditur të gjithë kemi arritur ta menaxhojmë me politika mbështetëse për qytetarin dhe jemi vendi me shkallën më të ulët të inflacionit në rajon në këto 4 vite pas Shqipërisë. Kemi shtuar punësimin nga 350.000 të punësuar në 430.000 të punësuar dhe kemi rritur edhe të ardhurat e familjes duke rritur pagën minimale, pensionet, shtesat për fëmijë, por edhe pagat në sektorin publik. Kemi bërë shumë punë të mira, por kemi edhe shumë punë të tjera të cilat na presin. Kemi liberalizuar vizat në zonën Schengen dhe tani pasaporta jonë e shtetit tonë të përbashkët është më e fortë se kurrë. Kemi përmirësuar imazhin e vendit duke u ranguar në top lista për siguri dhe rend, siç ishte ajo e Institutit Gallup, dhe kemi siguruar edhe vlerësimin kreditor sovran, 2B-, që nuk është keq për fillim, gjë që na hap dyert të reja për investimet të huaja direkte. Rritja ekonomike po vazhdon, megjithëse kemi qenë qeverinë detyrë. Në tremujorin e dytë ishte 4.58% të bruto produktit vendor, dukshëm më e larta në rajon, dhe kjo për ata që shpesh e kontestojnë, është shkalla e rritjes reale, pra pasi që të hiqet inflacioni. Llogaritja e rritjes për tremujorin e tretë publikohet në dhjetor, e që gjithashtu pres të jetë më mirë se i gjithë rajoni, sepse këtë e konfirmojnë edhe Fondi Monetar Ndërkombëtar dhe Banka Botërore. Është në dorën tuaj të nderuar deputet, që të na mundsoni që të vazhdojmë punët e mira për vendin. Normalisht që për gjitha veprimet, punë dhe arritjet e qeverisë, edhe mund të kemi mos pajtime. Por kjo është vlera e demokracisë. Demokracia ka zëra të ndryshëm, ide të shumta dhe debate të forta. Kjo nuk është dobësi, kjo është fuqi. Mos pajtimet janë thelbi i sistemit demokratik, por ato nuk bën të bëhen pengesë për të vepruar bashkë në çështjet madhore dhe për të ecur përpara si shoqëri dhe si shtet. Ne jemi vendi më demokratik në rajon, një arritje kjo e përbashkët e qytetarëve dhe institucioneve tona dhe të gjitha partive politike në Kosovë. Institucionet tona janë të ndërtuara mbi vullnetin qytetar dhe ky standard duhet të ruhet, të mbrohet dhe zhvillohet. Kuvendi është tempulli i demokracisë, është vendi ku ballafaqojmë idetë, ku i debatojmë politikat dhe ku i kërkojmë zgjidhjet. Roli i kuvendit në mbikëqyrjen e qeverisë duhet të forcohet, jo për ta ndalur qeverinë, por për ta bërë më të përgjegjshme. Andaj pres që të debatojmë zellshëm për dallimet tona politike, por gjithnjë me respekt për njëri tjetrin, për institucionet dhe për vullnetin e qytetarëve. Debat që mbështetet në argumente dhe argumente që mbështeten në fakte. Unë do t'jem për herë i gatshëm, siç kam qenë edhe në këto 4 vite, për diskutime deri në shtërrim. 2 debatet e fundit të këtilla ku kam marrë pjesë kanë qenë prezantimi për projekt buxhetin për vitin 2025 me 11 nëntor vitit kaluar dhe raporti im për qeverisjen 4 vjeçare me 2 dhjetor 2024 me kërkesë të opozitës.
Të dyja këto debate kanë qenë shumë orëshe. Bashk duhet të synojmë konsenzus në tema madhore si arsimi dhe shëndetësia, siguria dhe mbrojtja, politika e jashtme dhe ajo e energjisë. Të dashur qytetar, më lejoni së pari t'ju falenderoj juve, ata që votuan lëvizjen vetëvendosje dhe ata që i votuan subjektet e tjera për pjesëmarrje në zgjedhje, për shprehjen e vullnetit të lirë dhe për përgjegjësinë e lartë qytetare përgjatë gjithë procesit zgjedhor dhe pas tij. Sot duket si kujtim i largët, por 4 vite më parë në fjalimin tim inaugurues, Kosova ishte në ethët e pandemisë e ndërkohë u ballafaqua me krizat shumë fishta. Nga pandemia COVID-19 që kishte të kurrur ekonominë dhe rënduar shëndetin publik e spitalet gjithandej, te kriza e energjisë dhe inflacionit e deri te provokimet e shumta, sulmet e shpeshta dhe agresioni i Serbisë. Brenda një viti siguruam vaksinat në bashkëpunim me aleatët tonë dhe menaxhuam me sukses procesin e vaksinimit të mbi 60% popullatës. Rikthyem shpresën dhe hapëm ekonominë, e cila u rikthye fuqishëm me një rritje prej mbi 10% në vitin e parë të qeverisjes, ndërkohë që patëm një mesatare vjetore prej 6% përgjatë mandatit 4 vjeçar. Kjo çoi në rritje të brutoproduktit vendor, të buxhetit e në hapje të vendeve të reja të punës. Kriza globale e energjisë dhe rritja e çmimeve që kanë prekur çdo familje, çdo biznes, Kosovën e gjeti me një krizë të trashëguar të sistemit energjetik. Termocentrale të vjetra që janë jo vetëm dotëse të ambientit, por edhe të ndjeshme ndaj çdo ndërprerje teknike. Krahas sigurimit të energjisë dhe mbrojtjes së qytetarëve nga rritja e çmimeve përmes skemave të subvencionimit të faturave, investuam në tranzicionin e gjelbërt me investime me energji të ripërtrishme dhe në përmirësimin e eficiencës. E nëpërmjet korporatës së sfidës së mijëvjeçarit, MCC, u sigurua investim prej $236.7 milion në ndërtimin e baterive me kapacitet 107 MW për 2 orë 340 MWh, që e vendos Kosovën në vendin e parë në botë për kapacitetet e baterive për kokë banore. Themeluam bursën shqiptare të energjisë Shqipëri-Kosovë Alpex dhe hapëm ankondin e parë solar prej 100 MW në Kramovik të Raovecit. Në mandatin që na pret do të shqyrtojmë mundësinë e përdorimit të resursit më të vlefshëm që e kemi, përdorimin e linjitit përmes gazifikimit për gjenerim të energjisë elektrike. Ky do të jetë projekti më i rëndësishëm në dekadat që do të vijnë. Ofruam pakon më të madhe mbështetëse për përballje me inflacionin dhe krizën energjetike si përqindje e brutoproduktit vendor. Në bankën botërore kaluam nga përfitues në donator, ndërkohë që shënuam rritjen më të madhe ndonjëherë në gjithë indikatorët e demokracisë, sundimit ligjit dhe të korrupsionit. Unë nuk kam qenë vetëm kryeministri i shqiptarëve, por edhe i pakicave kombëtare apo i komuniteteve jo shumicë, të cilat përbëjnë rreth 8% të popullsisë të ne dhe janë pasuri e shoqërisë sonë. Kemi lansuar masën e veçantë të punësimit për 2000 qytetarë të komunave të Leposaviqit, Zubin Potokut, Zveçanit dhe Mitrovicës Veriut, dhe përveç kësaj në Kosovë, në polici, janë punësuar 199 kadet serb prej nëntorit të vitit 2022 e këtej, dhe i kemi nga pranvera e vitit 2023, mbi 100 të punësuar me kontrat pune të vazhdueshme në 4 komunat veriore dhe mbi 200 me kontrat mbi vepër. I kemi nda 12.3 milion euro për 129 projekte kapitale për komunat me shumicë serbe gjatë vitit 2023 dhe 11 milion euro të tjera në 2024 për 150 projekte kapitale. Ndam 3.9 milion euro përmes Ministrisë së Mjedisit, Planifikimit Hapësinor dhe Infrastrukturës për rrugë në vendet e banuara me komunitetet jo shumicë në Dragash, Graçanic, Istog, Klokot, Mamush, Mitrovice Veriut, Novobërt, Partesh, Prizren, Ranilug dhe Shtërps me një gjatësi totale për 65 kilometrave dhe plus 1.8 milion euro nga Ministria e Kulturës, Rinisë dhe Sportit për shtëpinë e kulturës dhe të rinisë në Mamush,
si dhe $500.000 nga Ministria e Ekonomisë për projektin për ujë të pishëm në fshatra me popullat jo shumis në Rahovec. Në vitin 2023, Ministria e Kulturës, Rinisë dhe Sportit e ka dyfishuar mbështetjen e komuniteteve jo shumic me 88 projekte të përkrahura me më shumë se €400.000, ndërkaq në vitin e kaluar Ministria e njëjtë ka vazhduar mbështetjen për 73 projekte tjera me vlerë prej €367.000. Me bazën e religjore, është mundësuar shpallja e konkurseve për vendet punës vetëm për komunitete jo shumicë. Deri tani konkursi janë hapur Ministrinë e Mbrojtjes, Ministrinë e Punëve të Brendshme, Ministrinë për Komunitete dhe Kthim, Ministrinë për Zhvillim Rajonal dhe në zyrën e Kryeministrit. Patëm 2 sulme të mëdha terroriste në banjës të Zveçanit në shtator 2024, që e la të vrarë rreshterin e policisë, heroin e Kosovës Afrim Bunjakun, si dhe në infrastrukturën kritike në kanalin Ibër-Lepens në varag të Zubim Potokut në fund të nëntorit të vitit kaluar. Ndërkohë, kishim edhe barrikadat, bojkotimin e institucioneve dhe sulmet ndaj institucioneve të shtetit në veri të vendit, si dhe sulmet ndaj misionit të NATO-s, KFOR-it, Policisë së Kosovës dhe gazetarëve, nga struktura kriminale të lidhura me Beogradin zyrtar. Por, sikur më parë, u trefishua buxheti për Forcën e Sigurisë Kosovës, u dyfishua numri i ushtarëve tonë, të cilët vinë nga të gjitha komunitetet, u katërfishuan trajnimet jashtë vendit dhe u shumëfishuan investimet në blerjen e armatimit. Ndërkohë, kontraktuam sistemin antiraketor Javelin, dronët luftarak Bayraktar, helikopteret Black Hawk, si dhe fabrikën e municionit. Së fundmi arritëm marrëveshje për bashkëpunim në fushën e mbrojtjes me Shqipërinë dhe Kroacinë. Si rezultat, ushtria e Kosovës sot është më e fortë e më e madhe se kur më parë. Në anën tjetër, policia e Kosovës shkatroi 135 grupe kriminale, mbylli 37 rrugë ilegale, 27 prej tyre në veri të vendit, ndërtoi 9 stacione të reja policore në veri për kontrollin e kufirit dhe në bashkëpunim me institucionet e ndjekjes mbylli 10 struktura ilegale në veri dhe anë mban vendit, të cilat për vite me radhë vepronin të paprekura e të papenguara. E kryeterroristi dhe grupi i tij që vrau rreshterin e policisë Kosovës, heroin Afrim Bunjaku, u luftuan në një nga operacionet më të sofistikuara që dëshmoj forcën dhe profesionalizmin e lartë të policisë Kosovës. Sot grupet kriminale që kryen sulme terroriste në veri janë shkatëruar. Strukturat ilegale janë mbyllur në masë, dokumentet ilegale janë zëvendësuar me ato të Republikës, dinari është zëvendësuar me euron, siguria është rritur, sovraniteti është forcuar dhe kryekriminali Radojčić është në arrati, i kërkuar nga Prokuroria e Kosovës me një akt akuzë prej 160 faqesh për të dhe për 44 shokët e tij paramilitar e terrorist. Kosova sot, të nderuar deputet, të dashur qytetar, është më e sigurt se kur më parë. Të gjitha këto sfida që i patëm u përballën me sukses, ndërkohë që sfidat edhe i kemi kthyer në mundësi për progres. Si kur më parë pra, investuam në ushtri dhe në fuqizimin e policisë, në shtrirjen e sovranitetit dhe luftimin e kriminalitetit, në politika sociale për nënat e fëmijët, për të rinjtë e pensionistët, në mbështetje të fermerëve dhe bizneseve të vogla. Prekëm çdo shtresë e çdo qytetar në çdo cep të Republikës. Shteti që po e ndërtojmë bashkërisht nuk zgjedh midis zhvillimit ekonomik dhe drejtësisë sociale, por i përqafon të dyja si shtylla të pandashme të progresit dhe të mirëqenies së përbashkët. Ne besojmë thellësisht se një ekonomi e fuqishme dhe një shoqëri e barabartë janë të ndërlidhura, se bizneset dhe startupet nuk janë vetëm motori i rritjes, por edhe kontribues i mirëqenies së përgjithshme. Vizionin ton e realizojmë jo vetëm mbi parimet tona politike, si dhe mbi vlerat që i kemi të mishëruara në kushtetutën tonë. Mbrojtjen e të drejtave të njeriut dhe të pakicave, garantimin e dinjitetit njerëzor, të drejtat e komuniteteve jo shumicë dhe barazin për çdo qytetar pa dallim. Këto janë udhërrëfyes për çdo vendim që marrim, për çdo reformë që nisim.
Ushtria dhe policia e Kosovës sot një mend janë më të forta se kur më parë dhe Kosova është më e sigurt, më e drejtë dhe më e barabartë, por puna vazhdon drejt reformave të domosdoshme e për këtë unë kërkoj edhe pjesëmarrjen e të gjitha komuniteteve, jo shumicë, përveçse të shumicës shqiptare. Do të vazhdojmë investime që ta forcojmë sovranitetin për të garantuar të gjithë qytetarët tonë të kenë paqe e siguri në familjet, në rrugët, në lagjet e në komunat e tyre. Pavarësisht përkatësisë etnike, ata do të jenë të mbrojtur dhe të përfaqësuar e pjesëmarrës të barabartë në Republikën tonë. Kosova është një dhe e pandashme dhe askush nuk do të jetë mbi ligjin, po dishëm që po jetojmë në një kohë të breshtë të sigurisë. Bota sot është shikueshme dhe më e pasigurt që nga përfundimi i luftës së dytë botërore. Nga Ukraina deri në lindjen e mesme, tensionet po e transformojnë hartën gjeopolitike. Kosova është rreshtuar në anën e paqes, të drejtësisë dhe të aleatëve të saj demokratik. Aleanca jonë me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, Bashkimin Evropian, Mbretërinë e Bashkuar dhe me NATO-n dhe me vendet mike nuk do të lëkundet sepse ky bashkëpunim nuk është thjesht strategji, është vlerë. Sepse ne nuk jemi vetëm pjesë e kontinentit evropian, por pjesë e vlerave të tij, lirisë, solidaritetit dhe barazisë. Në këtë kohë të ndryshimeve të mëdha, jam i bindur që nuk kemi rrugë tjetër përveç se të gjejmë gjuhën e bashkëpunimit për interesat vitale. Ne duhet të rrisim investimet në mbrojtje e në mirëqenie. Këtë e kemi bërë dhe do ta bëjmë edhe në vijim. Në 4 vitet e ardhshme do të forcojmë aleancat, do të investojmë 1 miliard euro në mbrojtje, do të rekrutojmë ushtarë të ri, do ta shumëfishojmë numrin e oficerëve, do të funksionalizojmë fabrikën e municionit, do të zhvillojmë industrinë ushtarake të Kosovës dhe do të zhvillojmë dronët luftarak made in Kosovë. Nga kufizimi i lëvizjes e vetë kufizimi në antarësimi e njohje të reja, siç e dini, përveç se u liberalizuan vizat me Bashkimin Evropian, Emiratet e Bashkuara, Izraelin e Tajlandën, u bëm antar në organizata e mekanizma të rinj ndërkombëtar, aplikuan për antarësim Këshillin e Evropës dhe Bashkimin Evropian, kurse Kenia e Sudani tashmë e njohin Republikën e Kosovës. Sepse kur zhvillohet ekonomia, luftohet korrupsioni e krimi, kur fuqizohet sundimi i ligjit dhe institucionet, kur investohet në siguri, në paqe e në mbrojtje, kur rritet mirëqenia dhe investimet, hapen dyert e mundësive për të gjithë qytetarët dhe imazhi i shtetit përmirësohet. Do të vazhdojmë të mbështesim fuqishëm procesin e Berlinit dhe tregun e përbashkët rajonal mbi bazën e barazisë dhe përfaqësimit të barabartë, sepse besojmë që fqinjësia e mirë dhe bashkëpunimi rajonal i kontribojnë paqes dhe sigurisë në rajonin tonë. Do të punojmë me çdo që shtrin dorën e bashkëpunimit mbi bazën e respektit të ndërsjellët. Normalizimin e marrëdhënieve me fqinjen tonë verior Serbin do ta ndjekim përmes dialogut dhe zbatimit të marrëveshjes bazike e aneksit zbatues nga Ohri. Por, siç kemi vepruar në 4 vitet e kaluara, normalizimi është çështje rregullimit të marrëdhënieve mes 2 shteteve, pra si raport bilateral e jashtëm e kurse se ndërhyrje apo përzierje në çështjet e brendshme. Qeveria do të mbrojë dhe zbatoj kushtetutën dhe ligjet në fuqi në çdo cep të vendit. Të nderuar deputet, para nesh kemi raundin e balotazhit për zgjedhjen lokale dhe në prill të vitit që vjen, në fakt në mars të vitit që vjen, ato për president të ri të Republikës. Në zgjedhjet e fundit parlamentare, misioni vëzhgues i Bashkimit Evropian raportoi se Russia Today Balkan dhe Sputnik Serbia, të mbështetur nga Rusia, publikuan rreth 60 artikuj, vetëm në janar si vjet, për zgjedhjet në Kosovë me qëllim përhapjen e dezinformatave dhe manipulimin e opinionit. Lufta hibride është bërë normë. Nëse para 5 viteve ishte lajm aty ku kishim luftë hibride, sot është lajm nëse nuk ka luftë hibride. Avancimi i teknologjisë dhe personalizimi i përmbajtjes në rrjetet sociale ka bërë që qytetarët të ekspozohen gjithnjë më shumë ndaj informatave që ushqejnë atë
që psikologët e quajnë konfirmim I animit, prirja për të besuar vetëm informacionet që përforcojnë bindjet ekzistuese. Për fatkeq, lajmet negative dhe polarizuese tërheqin më shumë vëmendje dhe gjenerojnë më shumë klikime se sa ndonjë lajm pozitiv. Me ardhjen e inteligjencës artificiale, gjenerimi I përmbajtjeve të tilla është përshpejtuar dhe shumëfishuar dhe ky trend nuk duket që do të ndalet. Kjo është sfidë për të gjitha demokracitë e Kosova nuk bën përjashtim. Dezinformata nuk është vetëm problem etik I gazetarisë, është kërcënim për sigurinë, për të vërtetën dhe për demokracinë. Zgjedhjet, demokracia dhe sistemi ynë ligjor varen nga e vërteta dhe nga një qytetar I mirë informuar. Si shoqëri duhet të lundrojmë me kujdes midis lirisë së shprehjes që është themel I demokracisë dhe dezinformimit që shfrytëzon këtë liri në dëm të saj. Ne jemi demokraci dhe republikë dhe asnjëherë asnjë qeveri nuk duhet t'u tregojë qytetarëve apo mediave çfarë të thojnë apo çfarë të publikojnë. Por nëse duam që demokracia të mbrohet, atëherë është përgjegjësi e secilit që ta mbrojë atë. Të nderuar deputet, qytetar dhe partner ndërkombëtar, në mandatin që shkoi Kosova dëshmoi se shembulli I demokracisë dhe I zhvillimit në rajon me rritjen më të madhe ndonjëherë në të gjithë indikatorët e demokracisë. Tani është koha të tregojmë se jemi shembulli I inovacionit dhe I drejtësisë efikase. Në këtë mandat, reforma në drejtësi do të hyjë në fazën e saj vendimtare. Do të vazhdoj lufta kundër korrupsionit dhe ligji do të zbatohet pa frikë dhe pa favor në çdo cep të Republikës. Reforma në drejtësi nuk ka qenë vetëm synim, ajo ka nisur të bëhet realitet. Ligji për byron shtetërore për konfiskimin e pasurisë pa justifikueshme duhet të ecë përpara së bashku me vettingun, ashtu që drejtësia të bëhet edhe e drejtë, edhe e shpejtë, edhe e besueshme. Do të themelohet prokuroria e re e specializuar për çështjet e krimit të organizuar dhe të korrupsionit dhe zyra për hetime disiplinore. Do të thellohet reforma në transformimin digjital, çdo qytetar duhet të ketë mundësi të komunikojë me shtetin pa barriera, në mënyrë të shpejtë, efikase dhe transparente, nga aplikimi për dokumente deri te shërbimet sociale dhe biznesore. Digitalizimi nuk është qëllim në vetvete, por mjet për të shërbyer çdo qytetari dhe do të përdoret për progres shoqëror, zhvillim ekonomik të qëndrueshëm, llogaridhënie të gjerë dhe cilësi të lartë. Në mandatin që lam pas, eksportet dhe investimet e huaja direkte u dyfishuan, por tani është koha që të shumëfishohet prodhimi. Përgjatë 4 viteve në vazhdim do të investojmë rreth 1 miliard euro në prodhim përmes garantimit të kredive për investitorët. Bjeshkët tona të larta e të bukura nuk do të shijohen vetëm nga larg, por do të përjetohen nga afër duke investuar në turizëm malor. Kjo do të fillojë me 500 milion euro për Brezovicën, e cila do të transformojë atë në destinacion evropian e ndërkombëtar të turizmit. Mërgata tashmë është pjesë jo vetëm politikat e qeverisë, por është pjesë e bërjes së atyre politikave. Përmes dritares për investimet të diasporës, do të mbështeten ndërmarrës nga diaspora deri në 100 milion euro investime që bëhen në Kosovë. Për të lehtësuar vizitat e mërgatës sonë vendlindje, do të themelojmë edhe aviokompaninë shtetërore, projekt ky që besoj do të ketë edhe mbështetjen e LDK-s, sepse e kanë edhe ata në programin e tyre. E për të gjithë progresin që është bërë në rritjen e barazisë përmes shtesave për lehona dhe fëmijë dhe për fuqizimin e grave dhe trinis, do të fillojë programi Superpuna për gratë. Ashtu që kur të punësohet një grua, qeveria do të mbështesë në lartësinë e pagës minimale 6 muajt e parë. E gjyshëret që kujdesen për fëmijët do të marrin 100 euro shtesë në muaj mbi pensionin bazë kur të dy prindrit janë në punë. Sepse kësaj jo vetëm ndihmojmë prindrit dhe gjyshërit, por ndihmojmë familjen dhe ekonominë. Paga minimale do të ndjek rritjen ekonomike, ajo do të rritet pra menjëherë në javën që fillon nesër në nivelin e 500 euro, sepse një Kosovë që zhvillohet nuk duhet ta lë askë prapa. Pjesëmarrja nënkupton gjithë përfshirjen. Në arsim, kemi filluar reformën më të thellë në dekada. Nga arsimi I hershëm deri tek ai universitar, po krijojmë standarde të reja cilësie
dhe po rrisim investimet në infrastrukturë e në kapacitetet mësimore, edhe mësimdhënëse, edhe mësimnxënëse. Janë ndërtuar dhe rinovuar qerdhe shkolla, janë hapur qendra për zhvillim profesional të mësimdhënësve dhe arsimi po lidhet me nevojat e tregut dhe të realitetit të sotëm. Ne duam arsim që ndihmon nxënësin të mendoj, të krijoj, të punoj, të zhvilloj e të ndërtoj. Do të vazhdojmë të rrisim qasjen në shëndetësi, edukim dhe siguri sociale, duke i bërë këto shërbime më efikase dhe më të qasshme për çdo qytetar. Do të përkrahim iniciativat kulturore dhe sociale që forcojnë ndjenjen e bashkësisë së komunitetit dhe përfshirjen e të gjithë qytetarëve në jetën publike. Përfshir këtu edhe infrastrukturën sportive që po ndërtojmë për ngjarjen madhështore të lojrave mesdhetare Prishtina 2030. Zonja dhe zotëri, më lejoni që në përputhje me atë çfarë pritet nga unë përveç ekspozes, të paraqes para jush edhe kabinetin e ardhshëm qeveritar me të gjitha dikasteret në ekzekutivin që del nga kjo legjislaturë e nderuar. Zëvendës kryeministër i parë dhe ministër i punëve të jashtme dhe diasporës Glauk Konjufca. Zëvendës kryeministre e dytë dhe ministre e drejtësisë Donika Gërvolla. Zëvendës kryeministër i tretë për çështjet pakicave dhe bashkëpunim ekonomik Fikrim Damka. Ministër i financave dhe ekonomisë Hekuran Murati. Ministër për familje dhe mirëqenie sociale Andin Hoti. Ministër i mbrojtjes Ejup Maqedonci. Ministër i punëve të brendshme Xhelal Sfeshla. Ministër i administratës publike dhe digitalizimit Lulzon Jakxhiu. Ministri i shëndetësisë Arben Vitia. Ministri i arsimit dhe shkencës Avni Zogjoni. Ministër i kulturës dhe turizmit Fatmir Spahiu. Ministër i sportit dhe rinis Blerim Gashani. Ministër i administrimit pushtetit lokal Rasim Demiri. Ministre e mjedisit dhe planifikimit hapësinor Fitore Pacolli. Ministër i bujqësisë, pylltarisë dhe zhvillimit rural Armend Muja. Ministër i infrastrukturës dhe transportit Dimal Basha. Ministër i tregtisë, industrisë dhe integrimeve evropiane Mimoza Kusari. Ministre e energjisë dhe minjerave Artane Rizvanolli. Ministër për komunitete dhe kthim Nenad Rashić. Dhe Ministër për zhvillim rajonal Sejnur Vejshall. Zonja dhe zotëri, Kosova jonë është më shumë se një vend e një shtet. Është ëndra e mërgjimtarit që ka lënë vendin dhunshëm me shpresën që do të kthehet së shpejti. Është amaneti dëshmorëve dhe sakrifica e gjeneratave që u flijuan e u përpoqën që ne sot ta gëzojmë lirinë. Është shpresa e prindit që shet të fëmia një të ardhme më të mirë. Është djersa e punëtorit, dëshmia e studentit dhe përkushtimi i mësuesit në një klasë në qoftë Kosovës. Është fjala shqip që këndohet me mall në skajt botës e që kur nuk harrohet. Është ndjenja që në bashkon në gëzim dhe në dhimbje, në fitore dhe në sfida. Kosova është vendi i zemrës, ku liria u pagua me jetë e ku paqja kërkon vëmendjen e përditshme. Do të ketë vështirësi dhe vonesa. Do të ketë dyshime dhe dekurajime. Do të kemi dallime në qasje dhe mendime dhe nuk do të pajtohemi çdo herë. Por ne kemi vullnetin dhe mjetet dhe burimet për të shërbyer dhe unë çdo herë do të jem me juve i sinqert për të gjitha problemet dhe sfidat që kemi përpara, për një Kosovë të drejtë e prosperuese. Ju faleminderit shumë për vëmendjen dhe për besimin tuaj.